parlamentare dhe atë që përna pret pra duke ditur se nesër është dita fundit në zyre presidentës Vjosa Osmani dhe pas kësaj do t'jemi me ushtruese detyrës që nuk kupton që partia Vetëvendosje do të mbaj 3 pozitat kryesore institucionale në vend. Zoti Hoxha, po flisnim edhe me ato që tha zonja Dërguti, se cili do t'jetë sfidimi i opozitës, por edhe mënyrën se si e përshkroi zoti Gorani, se çfarë gjendje është kjo qeveri dhe si do të gjejmë mënyrën opozita të merret me të. Ne kem pak javë para se ta shohim se në çfarë procesi politik jemi. A do të kemi institucione, apo do të kemi zgjedhje. Por bindja juaj? Bindja ime është që njerëzit nuk kanë nevojë që ta shohin këtë vend që shkon përsëri në zgjedhje. Nëse vitin e kaluar kem pas 4 palë zgjedhje, nuk mendoj që duhet ta çojmë vendin në zgjedhje. Është dëshira juaj. Por bindja sa po shkojmë në zgjedhje. Po a shkon vendin në zgjedhje apo jo, duhet ta kuptoj çdo njeri në Kosovë që kjo varet prej Albin Kurtit. Nëse Albin Kurti do me zgjedh një president, ka mundësi, nëse s'do me zgjedh një president, po do me shku në zgjedhje se do me përdu kriza, sikur se ishte i vitin e kaluar, mund ta ndërgon vendin në zgjedhje. Si është e mundshme të zgjedhet një president, sipas jush? Nëse ai e ka ndërtu një qasje gjatë kësaj kohës se kush mund të jetë fajtor, këtë që ka ndodhur prej janarit deri më tash, ka qenë ideja e tij që të plasohet se kush mund ta ketë fajin, se po shkojmë në zgjedhje, dhe qytetari i Kosovës duhet ta dinë që vitin e kaluar zoti Kurti ka pas 48 deputet. Dhe ai ka thënë qytetarët e Kosovës të rritnera su në vynë, po t'i kthej mbrapa, i ka marrë 57. Dhe tash përsëri pi kthen 57 pas. Unë nuk di se çfarë po kërkon. A ka thymje më të madhe për një votues i cili vitin e kaluar 4 herë ka shkuar në zgjedhje, i cili vitin e kaluar ka pa këtë vend pa kuvend, i cili të hanën e sheh këtë vend pa president. Unë mendoj që pozita e presidentit o simboli shtetësisë tonë. Na në karrigat të deputetit nuk jemi ata vetëm që shkojmë me vullnetin e këtyre qytetarëve që na votojnë mujve të fundit. Por na shkojmë në atë kuvend me vullnetin historik të një popullit i cili për 100 vite ka luftu për liri edhe për pavarësi dhe ki një kryeministër i cili realisht është duke e ngrej zhag zvar një shtet sovran dhe të pavarë, dhe unë fazën e dytë të dekadën e dytë të shtetëndërtimit kam shqetësime kryesore ka po shkon Republika e Kosovës në planin e brendshëm në një botë e cila është shumë e trazune. Të shohim se si do të duket javashme, por unë mendoj që zgjedhjet kur mbahen nuk janë më zgjedhje kur na do të flasim për atë se si do ta rregullojmë naftën e çmimin tavan e këtë temë, atë temë, gjitha këto janë të rëndësishme, po këto janë administrim. Ky vend ka nevojë për me qeverisë bjen me udhëheq. Zoti Kurti nuk po don me udhëheq në këtë vend. Unë mendoj që nëse shkojmë zgjedhje të parakoshme, zoti Kurti e humb të drejtën me kërku përsëri me udhëheq këtë vend. Unë kam pa parti politike, kam pa dhe partinë time politike. Se kjo do të ndodhë. Zoti Kurti do të kërkoj që të marrë edhe më tepër pushtet ose vota për të edhe më tepër pushtet për të mos pasur pengesa. Çfarë me thonë që në zgjedhjet e jashtëzakonshme ne si parti politike në opozitë nuk do duhet të sillem formë të zakonshme dhe të pretendojmë që fushatet që kemi pas në 2025-ën t'i përsërismi 2026-ën, nëse e kem pas zotin Kurti që ka pas afat 2 muaj, e ka pas bashkëpunimin e partive politike kryesore në opozit, e ka preashtu në mënyrë të padrejtë AK-n, nuk ka tregu vullnet politik për të ofruar zgjedhje politike. Vetë përjashtimi i AK-s mund të jetë një sinjal që nuk dëshiron që me çdo kusht të mos ketë zgjedhje. Sa ata janë 6 deputet, nëse flasin për vullnet qytetarëve votues, siç kanë votuar për Vetëvendosjen, për PDK-n, për LDK-n, atë sa kanë votuar edhe për ata 6 deputet të AK-s. Prandaj unë e shoh me një situatë të mundshme që shkojmë në zgjedhjet e parakoshme,
Republikën tonë në një fazë 3. Do mendoj që është detyrë e Fazë opozitës. 3, kur do të ndryshojnë numrat? Jo, do të thotë, ne duhet ta definojmë si fazë 3. Ne nuk mund të vazhdojmë edhe matutje si parti politike në opozit me një situatë absurde ku një njeri e godet çdo institucion në formën që dëshiron që ta godet, na dërgon zgjedhje sa herë ka dëshirë që na dërgon zgjedhje, i përdor krizat ekonomike, politike, për të qenë ky vend sa më pak demokratik, për me pasaj sa më shumë pushtet, dhe ne përshomit që në shoqëritë më perëndimore, e më demokratike, e me traditë më të madhe, me stabilitet më të madh ekonomik dhe shoqëror, ka politikanë të cilët janë duke u sjell në mënyrën më antidemokratike dhe duhet shohim që kjo fushat zgjedhore nuk është po fushat zgjedhore për tema të vogla, është betejë për mbrojtjen e demokracisë. Ne kemi humb në këto 5 vitet e fundit, 6 vitet e fundit, 7 vitet e fundit, kemi humb idenë për çka qëndrojmë. Që 5 vjet, 6 vjet është ndarë shtetërtimi i këtij vendit. Prandaj merrem me tema të tilla të vogla, transishme, po taksa, nafta, çmimet tavan, çmimet e energjisë elektrike, njësore, gjithat janë transishme. Por ne nuk dëgjojmë për reformën në arsim që do ndodhë këtë vend në një kohë kur inteligjenca artificiale është duke përmbys konceptin e dijes. Ne nuk dëgjojmë për reforma, Bindja ime është se do të hyjmë fushat elektorale. Ne nuk dëgjojmë për reforma ekonomike në një kohë kur ekonomia në botë është ka ristrukturohet. Dhe ne nuk e kemi pashtu një debat më serioz kur partnerët tanë, pa të cilët ne kishëm pas të pamundur që t'jemi të lirë dhe sovran, janë në javë të fundit të divorcimit të tyre, Amerikanet dhe Evropianet. Dhe ne e përmenda që në hyrje. Po, dhe ne rrim në një situatë politike ku shtrohet pyetja kush e ka përgjegjësinë për paralizën, bllokadën politike.